Ka njerë që për shkak të vezvese më hanë krejtët, s'po me duru mu. E lën namazin. Ai namaz që është realisht sebepi me mbrojtje për shejtanit, ai largohet. Që kjo sikur saj ka njerë që për shembull ankohen do të shumë kum pas mërzi, shumë kum pas vezvese, edhe njerë që më ka falë. Po ti bash të më falë, Allah. Ti hejmë betejme te, që e kellon pushkën bashkë në vak lufte. Që e kellon armën. Me qka i dele ti për para? Me gjaks, s'monë është me gjak në për toa, se shebile, as luftuat shejtani me dure me kom. A i luftuat me besim, a i lutë në përmen të Allah të gjellë. Dhe nëse Allah në përmen, a i të kurët, a i ikë, a i mposhtët, a i zvëglot. Nëse Allah u gjellë dhe uala e mposhtë. Ama Allah nëse përmen, Allah nësi për ullët, nuk pendohet, shkon u dhe të qijet me katit, a i shejtani për qëta të ka po vezvese, veç për qëta. Nën ti jetë duke ju përgjit fatkeqësisht vezveseve të shejtanit. Kjo është padyshim shumë e keqe dhe shumë e dëmshme. Prandaj na ka mësuar pejgamberi son si duhet mos i. Vallahi të ndërmozur. Kjo është edhe me argumente, edhe dëshmora praktike. Ai i cili i ndjek udhëzimet e pejgamberit, me lenin Allahut asnjë vezvese e shejtanit dëm nuk i bën. Çi bën dëm? Shejtani vezvese bën sa që punë ka, ama dëm s'bën. Dëm s'bën. Prandaj na a mundem me nal shejtanin me vezvese? S'mundem. Për shkak se Allah ka këtë mundësi. Po çka mundem me bu? Mundem me ndal ndikimin e tij. Ç'ke më rëndsi? Ndikim s'ka. Ti vazhdo udhën tonë. Përkundazi, ka mundësi që besimtari vezvesin me e shëndru në sebeb me i fuqizu hala ma shumë raport me Allah xhallahu ala. Do me bu të kundërt në asaj që shejtani don. Ai do me të lut namaz, ti është namazin. Ai do me të lut nga përmendja e Allahut, ti është përmendja. Ai do me të lut nga Allahu, ti lidhesh me Allah xhallahu ala. Kjo është kundër efekt pozitiv ndaj vezveseve të shejtanit.